Pejës, i nderuar kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, kryeministri i Republikës së Kosovës Zoti Albin Kurti, ministri i në Pejë. Lëvizjes në Pejë, e shumë shpejt kryetari gjithë Pejës Taulan Kemalli. Nderuar deputete e Kuvendit, doktoresha Fatmire Mulhaxha Koçaku, Kuvendit, e nderuar bashkëkryetare e Partisë Guxov, zëvendës kryeministre, ministre e punëve të trashëgimit të diasporës, zonja Dominika Dopalla Shpak, të nderuara ministre, zonja Rozeta Hajdari dhe zonja Albriena Bak, të dashur kandidat për Asamblejë Komunale të listës tonë fituese, të dashur aktivist për krahës e miq të Lëvizjes Vetëvendosje. Njështë të pregjim njëri tjetrin në këtë të bim përmbyllës të fushatës sonë. Ishte një fushat dinjitoze, e qartë e plot vizion për të ardhmen e qytetit tonë. Sot jemi këtu për të hapur një kapitull të rej për Pejën, për Pejën që ka nevojë për ndryshim të vërtetë, për përfaqësim të ndershëm dhe udhëheqje që u shërben qytetarëve jo vetës. Këtë kapitull do ta hapim së bashku me vizionin dhe përkushtimin e një njeriu që e njeh Pejën, që ka jetuar me hallet dhe shpresat e qytetarëve të saj, dhe është i gatshëm të marrë përgjegjësinë për ta drejtuar këtë komunë me vendosmëri e me dignitet. Ky njeri është kandidati ynë i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të komunës së Pejës, Taulan Kemalli. Përpara se ta dëgjojmë vizionin e Taulanit për Pejën, tani kam nderin të ftoj për fjalën e tij kryetarin e lëvizjes tonë, kryeministrin e Republikës së Kosovës, Albin Kurti. Të dashur qytetarë të Pejës, të dashur bashkëqytetarë të Dugaxhinit, në këtë qytet të bukur me zbjeshve dhe lumit, në këtë vatër të kulturës, sportit dhe patriotizmit, jemi mbledhur bashkë sot për të hapur një faqe të re për Pejën, faqen e zhvillimit të drejtësisë dhe të ndershmërisë. Peja është qytet me shpirt fort e me zemër të madhe. Është qytet që ka ditur të punoj, të luftoj dhe të fitoj me dinjitet në të gjitha betejat, në kulturë, në artë, në sport dhe në jetën e përditshme. Por për fat keq, sot Peja është nduar të një pushteti i cili nuk e njeh këtë shpirt. Një pushteti i cili e ka harruar idealin dhe qytetarin, që në vend se të shërbej Pejës, i shërben veç se vetvetes. E di që secili prej jush, sikurse dhe Peja mbar, ndjeni keqardhjet që nga ky qytet fisnik e historik, i pundorëve të ndershëm dhe i lidhjes Pejës besa bes, prej udhëheqjes komunale, janë të zirë krahasime për qeverisjen tonë të mirë me regjimin brutal e genocidal të Miloševićit.
Policia jonë të nderuar të pranishëm askund, asnjëherë, askënd nuk e shtyp. Por ajo para së gjithash është polici e rendit dhe ligjit, e kushtetutshmërisë së Republikës, nuk është polici për nënshtrim, por për paqe, për rend publik e për drejtësi institucionale e ligjore. Shteti ynë nuk mbron, nuk shtyp, por mbron. Prandaj edhe shteti ynë me këtë polici është ai i cili duhet të vlerësohet, e lavdërohet, e kurse të sulmohet, siç ka bërë kryetari aktual edhe në ai ditë i PES. Tash, në anën tjetër, ne nuk i shërbejmë vëllezërve Kariç, interesave të tyre apo bashkëpunëtorëve të tyre. Ne i shërbejmë vëllezërve tonë, qytetarëve të Republikës, popullit të Kosovës. Duhet ta kemi të qartë të gjithë që investimet e Serbisë në Kosovë nuk janë investime për mirëqenie e zhvillim, por janë investime për ndikim politik e ekonomik që e dëmton Kosovën. Nuk i ka hije kryetarit PES në qytetin e Shpëtim Bojkut, të Bekim Berishës, Besnik e Selman Lajqit, ta ullë kokën para Bogoljub e Dragomir Kariçit. Nuk i ka hije që në qytetin e dëshmorëve të takohet, e të sakroj gotat, e të thyej vezët me patriarkun Porfirie, atë i cili ende flet kundër pavarësisë Kosovës, që bekon strukturat që kërkojnë ndarje dhe që mohon ekzistencën e shtetit ton, e të mbetësisë ton. Ne, të dashur qytetarë të PES, respektojmë çdo fe, çdo besim, çdo qytetar pavarësisht përkatësisë. Ne nuk bëjmë dallime, por nuk kërkojmë bekime nga ata të cilët e mohojnë qenjen tonë. Bekimi ynë më i madh është dashuria e qytetarëve tonë dhe drejtësia që po e ndërtojmë me ta e për ta. PEA meriton më shumë, meriton drejtësi, meriton punë, meriton zhvillim dhe përkushtim të sinqert e serioz. I duhet mbështetja për fermerët, për gratë, studentët e tritë e saj dhe investime në arsim, infrastrukturë, sport, kulturë dhe turizëm. E për të hapur një kapitull të re, për PEA-n nuk mund të bëjmë me njerëzit e vjetër. Për gjërat e reja na duhet njeriu i ri, na duhet kryetari i ri. Taulan Kelmedi! Me ata e këta të vjetrit kemi veç se përsëritjen e të vjetrave. Prandaj neve na duhen të rejat e për këtë nuk e kemi sjellur tek ju, po e kemi gjetur mes jush kryetarin e ardhshëm të PES, Taulan Kelmendi. Taulanti na prin në këtë fushat si njeri i punës, i përkushtimit dhe i ndershmërisë. Me Taulantin kryetar dhe lëvizjen vetëvendosje në qeverisje, PEA do të bëhet qytet funksional, ku shërbimet themelore e cilësore janë të garantuara për secilin. Uji i pishëm, pastrimi i rrugëve, menaxhimi i mbeturinave e qarkullimi i sigurt nuk janë luks, por të drejta bazë. Bashkë do të veprojmë me plane afate të qarta për ujësjellës në çdo fshat, semafore rrugë të reja për lëvizje të lirë dhe transport publik apo trafik urban që lidh çdo lagje me qendrën. PEA do të ketë infrastrukturë moderne dhe qytetarë që ndihen të respektuar në çdo hap të përditshëm. Do të sigurojmë mbështetje për çdo familje, me bursa për studentët, me ndihmë financiare për çdo lindje të re, me subvencione për ilaqe për të moshuarit dhe me qerdhe publike në çdo lagje.
Qeverisja jonë do t'jetë në anën e njerëzve që punojnë dhe rrisin fëmijët në këtë qytet. Peja do të bëhet vend ku shteti kujdeset për secilin nga foshnja e deri te pensionisti. E për këtë mundësia që keni të dielën është edhe garancia që keni për 4 vjet kryetari i ri i Pejës Taulant Kelmendi. Të nderuar pranishëm, tash që po flasim, një komunë si Fushë Kosova, e cila është rritur shumë, ka parafërsisht 80% banorëve që i ka peja. Por kjo nuk ka ndodhur vetëm pse është rrit Fushë Kosova. Kjo ka ndodhur edhe pse është zvoglu peja. Fushë Kosova është sa 80% e pejës sa i përket numrit banorëve. E nëse vazhdojmë me këta e ata të vjetrit, në vitin e ardhshëm, Fushë Kosova bëhet më e madhe se peja. Merreni me mend. Kush ka mundur ta imagjinoj që në Republikën e Kosovës, kryeqyteti e lulja e Dugaxhinit, Peja, do të bëhet më e vogël se Fushë Kosova. Por kjo mund ndryshoj. Kjo duhet ndryshoj. E kjo do të ndryshoj për shkak se pas nesër numri 105 do të fitoj lëvizja vetëvendosje dhe kryetari juaj Ejin Taulant Kelmendi. Me Taulant Kelmendin kryetar, jo vetëm që s'do të ketë më shkaqe e arsye që pejanët talshojnë pejen, por do të krijojmë kushte edhe për kthim e investim të diasporës në vendlindjen e tyre të dashur këtu. Peja do të jetë qytet i zhvillimit ekonomik, i grave dhe i vajzave sipërmarrëse, i të rijve, inovator dhe i fermerëve që prodhojnë e fitojnë me djersën e tyre. Me inkubatorin e biznesit, me subvencione për bujqet dhe me projekte për energji të ripërtrishme, do ta bëjmë Pejen një qytet që është qendër e prodhimit dhe inovacionit në Dugaxhin. Ne nuk duam qytet të varur vetëm nga buxheti qendror, por qytet që gjeneron punë dhe mirëqenie për banorët e vet. Ashtu që të hyrat vetanake të komunës së Pejës nga viti në vit vetëm sa të shkojnë duke u rritur. Qarshia e vjetër do të gjallërohet, rrugova do të promovohet, fshatrat do të lidhen me platformën Peja Tour. Ne duam që turistët të mos kalojnë në Pej, por të qëndrojnë në Pej, të qëndrojnë sa më gjatë në Pej. Peja ka histori, ka kulturë, ka njerëz punëtor, ka potencial të madh. E Pejës për këto i duhet një udhëheqje e vetëvendosjes, një kryetar i guzimshëm, Taulant Kelmendi. Pikërisht me këtë ndryshim që mban emrin e subjektit vetëvendosje dhe guxo dhe të kryetarit të ardhshëm Taulant Kelmendi, ne kemi mundësi që ta bëjmë Pejen qytet shembull të zhvillimit të drejtë, të mjedisit të pastër dhe të përparimit të qëndrueshëm. Të dashur qytetar, Taulant Kelmendi nuk flet për Pejen vetëm në fushat, por punon për të çdo ditë. Me mbështetjen e qeverisë që unë drejtoj, projektet për Pejen do të jenë më të mëdha dhe më të qëndrueshme se kurrë më parë. Kërkesat e Taulantit që do të jenë nevoja t'juaja, unë do t'i shndroj në prioritete të mia. Qyteti do të ketë investime në arsim, në infrastrukturë, sport, kulturë dhe turizëm, sepse Peja nuk është vetëm qytet, është pasuri kombëtare. Me 12 tetor kemi shumë opsione, por kemi vetëm një zgjedhje që është zgjidhje. Kemi mundësinë për ta kthyer Pejen në rrugën e duhur, për ta kthyer politikën te qytetari, komunën te populli dhe Pejen te vetvetja. Me 12 tetor
votoni pra për ndryshimin pozitiv, votoni për zhvillim, votoni për pejen që e duam, e kjo është vetëvendosja 105 Taulant Kelmendi, kryetar. Të dashur pjesëmarrës të këtij tubimi madhështor, të dielën e 12 tetorit, kur të shkoni në vend votime, do t'i keni 2 fletë votime. Një fletë votim është me ngjyrë të verdhë dhe tjetri është me ngjyrë të kaltër. Në fletë votimin me ngjyrë të verdhë, votoni për kryetarin. 105, lëvizja vetëvendosje, Taulant Kelmendi. Ky është fletë votimi i verdhë. Por e keni edhe një fletë votim tjetër, që është fletë votimi i kaltër. Unë e di që kur ta votoni Taulant Kelmendi në fletë votimin e verdhë, mund të keni aq shumë emocione sa jeni të interesuar që të delni për ati vendvotimi sa më shpejt, por mos u ngutni. Gjithashtu mund të keni edhe presione, sepse është rendi i gjatë i njerëzve në atë vendvotim që do ta votojnë po ashtu sikur se ju Taulant Kelmendin e që po pret në radhë. Ju lëshohet rendi për të votuar ndryshimin vetëvendosje numrin 105 dhe Taulantin kryetar të ri. Por keni pak durim, edhe nga presioni radhës së gjatë të qytetarëve që duan të votojnë, edhe nga emocioni juaj i brendshëm që porsa e votuat Taulant Kelmendin për kryetar, edhe 2 tika tjerë janë të nevojshëm. Një tik është për subjektin. 105, lëvizja vetëvendosje, Berat Gani që është bars lista aty, dhe më pastaj, prej numrit 2 deri në numrin 39 janë 38 veta. Përcaktoni për njërin ose njërin. Pra, prej 38-ve duhet ta zgjedhni një. E di që është shumë më vështirë se para 8 muajve, kur i keni përzgjedhur 10 veta prej 110 në zgjedhjet parlamentare, por dikush që ja u ka ngroh pak më shumë zemrën, e ja u ka mbush pak më shumë mendjen prej këtyre që secili është më i mirë se tjetri, e së bashku e përbëjnë ofertën më të mirë ndonjëherë për qytetin e Pejës, njërin prej numrave bëjeni tikun e tretë, sepse Taulant Kelmendit si kryetar i ardhshëm i nevojitet edhe një shumicë solide në kuvendin komunal, ashtu që projektet, qëllimet e qëndrimet e tij t'i shndroj edhe në vendime të komunës së Pejës. Të dashur qytetar, kur ne themi bashk, ne mendojmë të gjithë. Kur themi të gjithë, mendojmë secila dhe secili. Andaj, mos harroni, qysh në paraditën e së dielës, mbas edhe herët mëngjes, votoni sepse çdo votë është e vlefshme. Mos konsideroni që për një apo pak vota nuk do të varet rezultati. Nuk është ashtu. Nuk është ashtu. Është rëndësishme që prej asaj ose atij që i bën 18 vjet të dielën, e deri tek ata që i kanë 88, 98, 105, se në Pejë jetojnë shumë njerëz, jetojnë edhe sa numri ju, të gjithë të votoni, gra e burra, djem e vajza, prej fshatit e qytetit, të gjitha profileve edhe profesioneve. Por këtu jemi po ashtu bashk për ta mbështetur Taulantin. Unë Donika, zëvendës kryeministrja dhe ministrja e punëve të jashtme e diasporës dhe deputetja e Kuvendit të Republikës, por edhe bija e jashtëzakonshme e heroit ton kombëtar Jusuf Gërvallës. Bashk për Taulantin janë edhe deputetet e Kuvendit të Republikës. Këtu e kemi Adriana Matoshin, pastaj Albena Reshitaj, Nezir Kraki, Liza Gashi, kemi ish deputetin Gramoza Gushollin, kemi doktoreshën Fatmira Kulçaku Mundhaxha. Edhe këtë populli për mas!
Pastaj kemi edhe ministret që janë edhe deputete, Rozeta Hajdari e Arbrien Agovci, zëvendës ministri Nagon Dobruna, e shumë të tjerë që jemi bërë të gjithë bashkë rreth Taulant Kelmendit, i cili ka mbështetjen e mbar pejes dhe me këtë rast më lejoni të bëj 2 falëndrime. Së pari për të gjithë aktivistët, e antarët, e vullnetarët, e simpatizantët e vetëvendosjes që punojnë ditë e natë e nuk duken me emrat e fytyrat e tyre në media. Është kjo ushtri aktivistësh e vullnetarësh që janë këmbësoria e këtyre ditëve edhe cila në fund ka punë edhe pas zgjedhjes së Taulant Kelmendit kryetar, sepse këtu në shesh janë pikërisht ata që duhet të organizojnë festën e madhe për fitoren e Taulant Kelmendit. Dhe falëndrimi 2 që duhet bëj është për bashkëshortën e Taulantit Besa Belegu Kelmendi dhe për prindrit e Taulantit Ilirin edhe Teutën. Dashur qytetar të Pejës, veç shikoni emrat e tyre, Taulant, Besa, Iliri, Teuta, si nëj drom e rilindasve tonë, se jo si emrat rastësishëm të njerëzve që janë bërë bashkë e na bëjnë bashkë. Krejt në fund, para 8 muajve, ne nuk e harrojmë asnjëherë që në zgjedhjet parlamentare e keni nxjerrë vetëvendosjen të parën. Andaj, dashur qytetarë të Pejës, vendosni vetë, përsëriteni vetën, bëjeni vetëvendosjen të parën, edhe pas nesër, bëjeni numrin 105 fitues dhe bëjeni Taulant Kelmendin kryetar, të cilin e ftoj që të vijë këtu në skenë me mua e para jush, t'ju drejtohet në përmbyllje të këtij tubimi madhështor. Faleminderit shumë. I nderuar Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, nderuar zëvendës kryeministre dhe bashkëkryetare e listës Guxo Donika Gërvalla, nderuar deputete Fatmire Mulhaxha Kollçaku, nderuar gramoz, të nderuar deputet, nderuar ministri dhe bashkëpunëtori e Inja Arbrien Agovci, nderuar ministri Rozeta Hajdari, nderuar sekretar organizativ Alim Rama, të dashur aktiviste, të dashur asamblesë të tashëm e të ardhshëm. Të dashur bashkëqytetar të qytetit më të bukur në botë, qytetit të përfaqësuar prej maleve me lumbardhin që rrjedh mes nesh e që na përkujton që çdo ditë jeta është lëvizje, është përkushtim dhe është sakrificë. Ky lum i ka rrit e i ka plak disa prej emra më të shquar të kombit. Qindra, martir e dëshmor. E po ashtu të gjithë neve që sonte jemi këtu. Ka dëshmuar vuajtjet e krenarin ton e sot na thërret të bashkohemi për një pej më të drejtë, më të barabartë e me më shumë dignitet për secilin qytetar.
Pushteti i vjetruar e arrogant nuk na lejoj të shfrytëzojmë kinoteatrin e që mban emrin e herojit Jusuf Gërvalla, prandaj sonte jemi këtu dhe ju kërkojmë falje gjithë ju që qëndroni këmbë e gjithë ju që jeni jashtë. Faleminderit që jeni sonte bashkë me neve këtu. E ne sonte jemi mbledhur këtu jo vetëm për të përmbyllur një fushat, por për të hapur një kapitull të ri për pejen tonë. Faleminderit që ishit bashkë këto javë me ne, për gjatë të cilës rrugtuam dorë me dorë, derë me derë, lagje me lagje e fshat me fshat. Na mbështetët, na dëgjuat e na treguat hallet e ëndrat për qytetin e pejes, për qytetin më të bukur. Përmes programit tonë me të cilin unë njoftuat përse afërmi këtë javë, treguam se pejen do ta bëjmë qytet të mirëqenies, qytet të nënave, qytet të fëmijëve dhe gjyshërve, qytet të rinisë dhe profesionistëve, qytet ku sportistët kanë hapësirë, ku artistët kanë skenë, ku çdo kategori e ka vendin e vet. Pejen do ta bëjmë qytet të jetës e jo të ikjes, qytet ku të rinë do të mund ta zhvillojnë potencialin në vendin e tyre e afër familjes së tyre. Pejen do ta bëjmë qytet funksional e turistik, ku bukuritë tona natyrore dhe mikpritja jonë është thesar i zhvillimit. Qytet ku bizneset e vogla e të mesme, bizneset familjare gjejnë mbështetje, ku krijon vende pune, ku bota sheh potencialin që e kemi ndërtuar e krijuar brez pas brezi. Jam i sigurt se kujtimet më të bukura të secilit prej nesh lidhen me rrugët e me qoshët e këtij qyteti që sot është ngulfatur nga asfalti e betoni, nga ndërtesat e larta të interesave të larta të njerëzve të ulët. Peja nuk është vetëm gur e asfalt, nuk është beton, është frym, është ndjenjë, është trashëgimi, është histori. Për fëmijët që do të rriten këtu, për ju që do të ndërtoni jetën këtu, për ju që do të plakeni këtu, e për gjithë ata që do të vinë pas nesh. Dhe kjo të ndodhë, peja duhet të jetë qytet i barazis e jo i privilegjeve. Qytet kur qyteti e pushteti lokal i shërben njerëzve të thjesht dhe zakonshme e jo vetëm drejtorëve e grupit rreth vetit. Peja nuk do të jetë qytet ku prona publike shitet e blihet, por do të mbrohet si interes e pasuri e gjithëve prej nesh. Me 12 tetor, unë nuk jam vetëm kandidati i juaj për kryetar, jam një prej jush, që beson se peja do të fitoj me ekipën më të mirë e me programin më të mirë. I keni pa kundër kandidatë e mi, dikush dëm me u rikthy e dikush me vazhdu, po peja ka vendosur që ka ndryshim e i vetmi ndryshim është lëvizja vetëvendosje, programi jonë, super ekipi jonë. Prandaj me 12 tetor ju ftoj të na bashkoheni për një pej ku pushteti i takon qytetarëve, për një pej që punon për njerëz të zakonshëm e jo për një pakicë të pasurish, për një pej ku kryetari nuk është zëri i karrigjve, por shërtor i gjithë qytetarëve. Prandaj, me ne në qeverisje, Bogolub e Dragomir Karish nuk kalojnë në pej. Sepse peja është e jona, sepse pejen e kemi njeh, sepse pejen e kemi të vetme, e sepse ka ardhur vakti. Faleminderit shumë gjithëve që jeni këtu. Faleminderit shumë.